Andi Bushati është një nga analistët që nuk e ka as pak problem ta thotë të vërtetën e tij, edhe kur ajo shkakton shumë debate. Edhe pse e shohim shpesh në media, Andi është munduar të mbajë larg syrit të medias jetën e tij private, edhe pse interesi për të ka qenë shumë i lartë. Megjithatë, një gjë është e sigurt, vajzat që janë dashuruar me Andin e kanë të vështirë të ndahen nga ai. Fillimisht, analisti ka qenë i martuar me Erinda Ballancën, e cila ka mbajtur postin e avokatës së popullit për 8 vite rresht. Por pas disa vitesh martesë, çifti shkoi drejt divorcit. Në një intervistë dhënë nga ish bashkëshortja e tij, ajo shpreh: "Kur u divorcova me Andin, për shumë vite e kam patur të vështirë. Nuk dija se si të mësohesha të jetoja pa Andin, por duke se analisti pas divorcit e ka gjetur shpejt dashurinë." Në një ambient të përbashkët pune, ai është takuar me gazetaren Balina Bodinaku. Duke kujtuar fillimet e lidhjes së tyre, gjatë një interviste, Balina u shpreh: "Kur sapo u lidha me Andin dhe e shikoja në televizion në rolin e opinionistit, më dukej vetja si në ëndër dhe shpesh e gjeja veten duke thënë: unë me këtë analistin, wow, çfarë fati, dhe kur e shija në televizor, më dukej si ëndër që ai ishte i dashuri im. Ne tashmë kemi vite që bashkëjetojmë dhe sigurisht ndihemi mjaft mirë në krahët e njëri tjetrit, por me sa duket, ish gruaja e Andit po i ngjit pa ndalur shkallët e karrierës. Pasi qëndroi 8 vite si avokat e popullit, ajo tashmë ka marrë një post shumë të rëndësishëm në Bashkimin Evropian. Ministria e Jashtme e ka emëruar ish bashkëshorten e Andit si antare e bordit të menaxhimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Edhe pse jeta private e Erindës nuk ka qenë më e mira e mundshme, duket se nga ana profesionale ajo ka njohur vetëm rritje, ndërsa Andi për 30 vite ka vendosur të qëndrojë besnik pozicionit të gazetarit dhe analistit.